Në këtë video po japim shpjegime rreth pyetjeve që janë organizuar në kuizin numër 1 mbi trigonometrinë. Pyetja numër 1. Vlera më e madhe e mundshme e shprehjes 1 plus sinus x është, këtu kemi alternativa. Kjo vlerë, pra vlera më e madhe, arrihet për vlerën më të madhe të sinus x-it. Dhe meqense sinus x i merr vlerat nga -1 deri tek 1, atëherë do të zvendësojmë tek njëshin tek sinus x-it, duke kryer veprimet, përcaktojmë si alternativë të saktë atë që ka si përgjigje numrin 2. Pyetja 2. Vlera më e vogël e mundshme e shprehjes 1 plus kosinus x është. Kjo vlerë arrihet për vlerën më të vogël të kosinus x-it. Kosinus x-i merr vlera nga -1 deri tek 1, pra vlera më e vogël është -1. Duke kryer veprimin 1 minus 1, do të marrim 0 si përgjigjen e saktë. Në cilin kuadrant përfundon këndi x, i tillë që sinus x më i madh se 0 dhe kosinus x më i madh se 0. Orientohemi tek një rreth trigonometrik. Është pjesa pozitive e boshit të y-eve, ajo që përmban sinuset më të mëdhenj se 0, dhe pjesa pozitive e boshit të x-eve, ajo që përmban kosinuset më të mëdhenj se 0. Pra, këndet që përfundojnë në kuadrantin e parë dhe të dytë kanë sinusin më të madh se 0. Dhe këndet që përfundojnë në kuadrantin e parë dhe të katërt kanë kosinusin më të madh se 0. Pra, ata këndet që plotësojnë të dy kushtet do të ndodhen tek kuadranti i parë. Kështu që përgjigja e saktë është kuadranti i parë. Gjeni vlerën më të madhe të funksionit y baras me 3 minus kosinus x. Kjo është pyetja e katërt. Atëherë vlera më e madhe në këtë rast arrihet për vlerën më të vogël të kosinus x-it. Në këtë mënyrë diferenca bëhet më e madhe. Pra, konkretisht ajo arrihet për kosinus x-in minus 1. Duke bërë 3 minus 1, pra këtë veprim, përcaktojmë alternativën e saktë që ka si përgjigje numrin 4. Pyetja e 5. Cila nga shprehjet është gjithmonë e barabartë me 1? Duke u bazuar tek formula themelore e trigonometrisë, përcaktojmë si të saktë alternativën e dytë. Cili nga segmentet e paraqitur në figurë ka gjatësi të njëjtën me vlerën e sinus x-it? Bëjmë një zmadhim të figurës dhe sqarojmë që sinusi këndit x është pikërisht koordinata e dytë e pikës T. Pra, në qoftë se do përcaktojmë vendin e ordinatës së pikës T, shikojmë që kjo vlerë përputhet me gjatësinë e segmentit TS. Nga ku përcaktojmë dhe alternativën e saktë. Pyetja 7. Cila nga figurat tregon pozicionin e saktë të këndit në qoftë se x i baras me minus 50 gradë? Rasti parë dhe i dytë kanë si problem faktin që brinja e parë e këndit nuk përputhet me pjesën pozitive të boshit të x-eve. Për këtë arsye këto nuk mund të pranohen si zgjidhje. Për rastin e tretë do thoshim që këndi x merret në drejtim të kundërta krepave të orës, pra merret si kënd pozitiv. Ndërkohë, ne na është dhënë këndi me një vlerë negative, kështu që mbetet që alternativa e 4 do të jetë ajo që është e saktë. Pyetja e 8. Cili nga barazimet është i saktë? Pra, kemi një trekënd të shkëndrejtë dhe për të gjetur përgjigjen e saktë duhet të orientohemi nga përkufizimet e sinusit, tangentit apo kosinusit në rrethin trigonometrik. Pikërisht rasti i tretë ka një saktësi në lidhje me përkufizimin. Pra, kosinusi është raporti i katetit anëshkruar këndit mbi hipotenuzë. Dhe kjo do të jetë dhe përgjigja e saktë e këtyre alternativave. Pyetja e 9. Vlera më e madhe e funksionit y baras me 4 kosinus x minus 3 është. Pra, kjo vlerë, si vlerë më e madhe, pra arrihet për vlerën më të madhe të kosinus x-it. Dhe duke ditur që kjo vlerë e kosinus x-it është 1, pas kryerjes së veprimeve, përcaktojmë alternativën e fundit, atë që përmban përgjigjen e saktë. Pyetja e 10. Vlera më e vogël e funksionit y baras me 3 kosinus x plus 1 është. Vlera më e vogël do të arrihet këtu për vlerën më të vogël të kosinus x. Dhe duke ditur që
kjo vlerë është minus 1, kryejmë veprimet 3 shumëzim minus 1 plus 1 për të përcaktuar alternativin e dytë, atë që përmban përgjigjen e saktë. Pyetja 11. Gjeni vlerën e shprehjes 2 minus sinus katror 15 gradë plus kosinus katror 15 gradë. Pra nga formula themelore e trigonometrisë, shpreha brenda kapës është e barabartë me 1, që duke kryer veprimin 2 minus 1, përcaktojmë dhe alternativën e saktë. Pyetja 12. Sinus 90 gradë minus alfa është i barabartë me, dhe kemi 4 alternativa. Po sqarojmë diçka për ata që quhen kënde plotësues, pra janë kënde cilët me shumën e tyre krijojnë këndin 90 gradë. Kështu mund të jetë 20 gradë me 70 gradë, 60 gradë me 30 gradë e kështu me radhë. Vetia që lidhet me këta kënde është se sinusi i njërit prej tyre është sa kosinusi i tjetrit. Pra, sinus alfa baras me kosinus beta ose kosinus alfa baras me sinus beta. Për të vazhduar me arsyetimin për ushtrimin ton, nga alfa plus beta baras me 90 gradë, përcaktojmë beta baras me 90 gradë minus alfa dhe të shpreje 90 gradë minus alfa e zëvendësojmë tek ky barazim në vend të këndit beta për të marrë kosinus alfa baras me sinus 90 gradë minus alfa. Pra, sinus 90 gradë minus alfa që ka i barabartë me kosinus alfa, kështu që mund të përcaktojmë dhe alternativën e saktë për këtë ushtrim. Pyetja e 13. Kosinus 90 gradë plus alfa është i barabartë me, dhe kemi këto raste. Atëherë përsëri orientohemi në një rreth trigonometrik ku kemi krijuar këndin 90 gradë plus alfa, pra nga 90 gradë kemi shtuar një kënd përcaktuar si këndi alfa. Ndërkohë, në lidhje me masën e këndit alfa, përcaktojmë dhe këndin 90 gradë minus alfa. Duke zbritur nga 90 gradë këndin alfa, kemi në këndin 90 gradë minus alfa. Dy këta kënde kanë kosinuse të cilët janë numrat kundërt. Pra, kosinusi 90 gradë plus alfa është i barabartë me minus kosinusin e këndit 90 gradë minus alfa. Nga ajo çfarë shpjeguam në pyetjen e mëparshme lidhur me këndet plotësuese, vlera e kosinus 90 gradë minus alfa është sa ajo e sinusit të këndit alfa. Pra, zëvendësojmë kosinus 90 gradë minus alfa me sinus alfa dhe në këtë mënyrë jemi në gjendje të përcaktojmë dhe alternativën e saktë. Pyetja 14. Sinus 180 gradë minus alfa është i barabartë me. Përsëri orientohemi tek rrethi trigonometrik, kemi ndërtuar këndin 180 gradë minus alfa. Pra nga këndi 180 gradë, kemi hequr një kënd që e kemi konceptuar si këndi alfa. Ndërtojmë dhe në kuadrantin e parë një kënd, masa e cilit është përsëri alfa. Ndërkohë, këta dy kënde kanë një lidhje me njëri tjetrin, sepse kanë sinusin e njëjtë dhe kjo nga vetia e simetrisë që kanë ata në lidhje me boshin e ypsiloneve. Pra mund të shkruajmë sinus 180 gradë minus alfa baras me sinus alfa dhe në këtë mënyrë kemi gjetur dhe alternativën e saktë për ushtrimin tonë. Pyetja e 15. Sinus minus alfa është i barabartë me. Kemi një rreth trigonometrik ku kemi paraqitur një kënd alfa, ndërkohë në kuadrantin e 4 ndërtojmë këndin minus alfa. Sinuset e këtyre dy këndeve janë numrat kundërt, pra mund të shkruajmë që sinusi i këndit minus alfa është i barabartë me minus sinusin e këndit alfa. Pra në këtë mënyrë kemi gjetur dhe alternativën e dytë si përgjigje të saktë të kësaj pyetje.